Nderit jona, me që ATV është kudo tani do të lidhemi nga një pjesë krejt tjetër e Kosovës, shkojmë në Podujev, ku na pret gazetari Arlind Beqiraj, bashkë me kameramanin Rinar Krasniqin, të cilët përcollën procesin zgjedhor në këtë komunë. Arlind, përshëndetje, si shkoi dita dhe çka e veçoi llapin në këto zgjedhje? Përshëndetje edhe për juve në studio, fiks në orën 19 qendra më e madhe e votimit këtu në qytetin e Podujevës pra i mbylli dyert, edhe pse në momentin e fundit kishte një fluks më të madh të qytetarëve të cilat ju drejtuan qendrave të votimit, por në orën 19 pra të gjithë qytetarët u larguan nga kjo qendër, ndërsa edhe dyert u mbyllën. Nga 8.000 qytetarë sa kishin të drejtë votën në këtë qendër, vetëm 3.800 e shfrytzuan këtë të drejtë. Ndërkohë në qytetin në Podujevës, kjo ditë pra ka shkuar shumë qetë përveç një incidenti në shkollën Shaban Shala, me të cilët një qytetar ka tentuar që të fotografoj votën e tij, ndërkohë reagimi ka qenë menjëhershëm nga policia, me të cilët pas intervestimit pra është liruar. Ndërkohë incidentet e tjera nuk ka pasur, ndërkohë sipas të dhënave të KQZ-s deri më tani janë mbi 36% e qytetarëve të cilët kanë ushtruar të drejtën e tyre të votës në qytetin e Podujevës. Nëse s'keni ndonjë pyetje, po kaloj linjën tek ju në studio. Faleminderit shumë me këtë linjë të drejtë për drejtë.